Nuk jam ndjerë kur kaq i ndezur, burri shokon me rrëfimin, si përfundova në shtrat me gruan dhe me një burr rrëfeu se si ka përfunduar në marrëdhënie seksuale treshe. Rrëfimi plot. E dashur psikologe, seksi me gruan time dhe kushuririn e saj ishte aq i mirë sa nuk mendoj se do të dua më kurrë monogamin. Unë jam një burr 29 vjeç dhe gruaja ime është 27. Ne jemi martuar që 7 muaj dhe kemi pasur gjithmonë një jetë seksuale të mrekullueshme. Kushuriri i saj është 25. Unë nuk e kisha takuar para ditës së dasmës sonë, as nuk kisha përjetuar ndonjëherë intimitet me një djalë tjetër. Ai është shumë argëtues dhe ka qenë gjithmonë pranë gruas sime. Ne kemi një apartament dhe një dhomë gjumi dhe ai pyeti nëse mund të vinte dhe të qëndronte ndërsa ishte në një kurs trajnimi aty pranë. Plani ishte që ai të flinte në dyshemen ton të dhomës së gjumit, pasi nuk ishte vend në sallonin ton të vogël. Kisha gatuar të gjithëve darkën dhe ishte një natë kaq e nxehtë që të gjithë u lodhëm me verën shpejt. Ne të tre u futëm si një shtëpi në zjarr me bisedën që shpejt u kthye në seksuale. Ai madje pranoi se gjithmonë kishte pyetur veten se si ishte të shkoje me një burr. I thash se kam qenë gjithmonë i lumtur me gratë, por jam i hapur për përvoja të reja. Mendoj si biseda në ndezi të gjithëve. Kështu që kur shkuam në shtrat, gruaja ime bëri një linjë bë për mua dhe ne u puthëm ndërsa kushuriri i saj shikonte. U ndjej krejtësisht e natyrshme, kur ai na u bashkua në shtrat dhe filloi të më puthte, derisa të gjithë shijuam një lloj të ri seksi me njëri tjetrin. Nuk jam ndjerë kur kaq i ndezur. Gruaja ime e pëlqeu gjithashtu dhe ajo i kërkoi kushuririt të saj të bashkohej me ne përsëri fundjavën e ardhshme. Nuk kam menduar kur se jam homoseksual, por ndoshta biseksual.